Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Sonde me marsinë Allah subhanahu wa ta'ala hym në pjesën e tretë të Ramazanit. Dhe më thanë, jemi në pjesën e fundit të këtij muaji të begat, i cili duket sikur vjen nisi. Edhe natyrshëm që të gjithë presim me përkushtimin më të madh, edhe me dëshirën më të madhe, e me lutjet më të përzemërta, që Allahu subhanahu wa ta'ala të na e bajnë nasib me emrit natën e Kadrit në këtë hapësirë të begatë kohore. Edhe nata e Kadrit, sikur se e dini, është një prej netëve teke të këtij muaji të begatë. Dhe më thanë, mund të jetë sonte, po mund të jetë nesër, mund të jetë pas nesër, sepse dikun në një cep prej cepave të globit ton, dikush e ka fillu agjërimin e Ramazanit ma përpara. Që do thotë se Allahu subhanahu wa ta'ala e begaton ummetin islam që në çdo ditë, në çdo natë të kësaj periudhe kohore, ata ta kërkojnë natën e Kadrit. Edhe nata e Kadrit në të vërtetë nuk është thjesht një trup cilin ne e hasim edhe e takojmë edhe përshëndetim atë, por është një shpirt të cilin jemi të ftuar ta përqafojmë e ta bëjmë sistem jetit. Allahu subhanahu wa ta'ala na thot në krye të herës, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejlatil qadri. Me të vërtetë ne e nisëm shpalljen e zbritjen e Kur'anit në natën e Kadrit. Edhe është e çuditshme, edhe e mrekullueshme njëkohësisht, si Allahu subhanahu wa ta'ala e ka cilësuar këtë natë si nata e pozitës së lartë. Nata e pozitës së lartë. Prandaj mufesirët e Kur'anit na kanë mësuar që në një natë më të mirën e netëve, e në një muaj më të mirën e muajve, e në zemrën e paradurve të njeriut më të mirit të njerëzve, Allahu azza wa jall filloi të shpall dhe të zbres ajetet e para të më të mirit edhe ma të plotit librit të shenjtë Kur'anit familart. Që do thotë se ne të dashurit e mi jemi të ftuar që të kërkojmë dritën e natës së Kadrit në këto net, nëpërmjet adhurimit, përkushtimit, nëpërmjet një lidhje të veçantë me Zotin e gjithësisë, si për t'i dhënë besën Allahut azza wa jall, për t'u lartësuar në pozitën e natës së Kadrit, për t'u bërë nata e Kadrit cilësi e gjithë secilit prej nesh, dhe për t'u dëshmuar nata e Kadrit dhe efektet e saj në jetën e gjithë secilit prej nesh në çdo ditë të jetës sonë. Tamam si thoshte Hazreti Abdullah ibn Abbasi, që thotë që nata e Kadrit është e shpërndarë në krejt ditët e vitit. Që thotë se muslimani e ka të mundur nëpërmjet përkushtimit të tij me e dëshmuar natën e Kadrit në çdo sjellje të tij, në çdo frym, në çdo komunikim, në çdo lëvizje, në çdo udhëtim, në çdo marrëdhënie me këto prej krijesave të Allahut. E mbylli këtë këshill me një hadith të Imam Muslimit, i cili sa herë që e lexoj më bën shumë përshtypje, edhe më frymëzon drejt dy realiteteve apo drejt dy tërheqjeve mendje, nëpërmjet të cilave Zoti i gjithësisë don të na afrojë me dashninë e tij. E para, mëshira e pakufishme e Allahut azza wa jall që është shpërndarë gjithandej në realitetet tona. Na ka dhënë Zoti i gjithësisë mundësi me përfituar nga mëshira e tij deri ku ne as nuk e mendojmë. Deri në ato pika ku njeriu në ditën e gjykimit kur do të përballet me Zotin e tij, do të befasohet për pyetjet që do t'i bëjnë Zoti i gjithësisë. Dhe e dyta, turpi. Turpi që duhet të ketë muslimani, besimtari nga Zoti i tij. Mëshira. Në ditën e gjykimit, Allahu azza wa jall, sikur se transmetohet në hadithin e saktë, do të marrë robin e tij përpara durve, do t'i thotë: "U smura dhe nuk më vizitove." Edhe robi i thotë: "Ja Rob, si smurësh ti dhe ti je Zoti i gjithësisë?" I thotë: "Një prej robëve të mi është smur dhe ti nuk e ke vizituar atë." E po ta vizitoje, do të më gjeje mua tek ai, la wajadtani inda. Shikoni sa e madhe është kjo.
Pastaj i thot, unë isha i unët dhe ti nuk më dhe për të ngranë. Edhe robi habitet, Allahu nuk han, as nuk min. I thot, ja Rab, si të mërë ujë aty, si të mërë uri aty, kur ti e Zoti i gjithësisë. I thot, robi im, filani, kishte nevojë për ushqim dhe ti nuk e ushqeve. E po ta kishe ushqyer, do ta gjenje shpërblimin e asaj vepre tek unë. Allah. I thot, më mori etja, edhe ti nuk më dhe për të pi. I thot, Zoti im, dhe si të mërë etja ty, kur ti e Zoti i gjithësisë. I thot, u et robi im, filani, edhe ti nuk i dhe për të pi ujë, e nëse do ta baj një gjatë të tillë, do të më gjenje mua aty. 3 detaje. Me i dhanë me ngran ati që nuk ka, me ndihmu atë që ka nevojë, me kenë dorë për nevojtarin, të banë njët nga kjo ditë, banë shmos që çdo ditë për këtyre ditëve të ngelurat e Ramazanit të japësh një sadaka sa do të vogël, për një njeri a disa që ti mendon se kanë nevojë. Dhe do ta gjesh, siç thotë Allahu Azza wa Jall, do ta gjesh shpërblimin tek unë. Do ta gjesh shpërblimin tek Allahu. Jepi për të pi atij që ka nevojë. Pra një nevojtar, një skamnor, një jetim, një njeri që ka nevojë për pak ujë. Edhe merre këtë pikën e ujit, jo vetëm një gëdhenjë uji që pi njeriu, po edhe shumë për te ujit për të cilin ka nevojë për të jetuar me dinjitet në jetën e kësaj bote. Se nëse e bën një gjatë të tillë, do ta gjensh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe e treta, dhe shikoni çfarë teksti i mrekullueshëm është ky. Gjej një të sumur dhe shko dhe vizitoje. Qoftë edhe 5 minuta. Sepse Allahu Azza wa Jall thotë, po ta vizitoje do të më gjenje tek ai. Pra ushqimin dhe pijen do ta marrësh shpërblimin tek unë në ditën e gjykimit. Ndërsa vizita e të smurit do të më gjensh tek ai. Pra në momentin që shkon ta vizitosh vllain tënd, motrën tënd, një të afërmin tënd që ka nevojë për një ngushëllim, a për një vizitë, a një fjalë të mirë, do ta gjensh Allahun aty. Me mëshirën e tij, me bujarinë e tij, me bekimet e tij. Dhe turpi, dhe me këtë e përfundoj, do thonë për njerëzit që kanë arrit gradat më të larta të afrimit me Allahun subhanahu wa taala. Ata nuk kanë nevojë që dikush më shku dhe më i thanë kam nevojë për ty. Ata nuk kanë nevojë që dikush më i këshillu dhe më i thanë jepni sa të keni mundësi, ndihmoni, përkrahni, shkoni tek jetimët, shkoni tek shtëpia e moshuarve, shkoni tek njerëzit që kanë nevojë. Jo. Në momentin kur në prani të tij dëgjohet se dikush është i smur, a dikush është nevojtar, a dikush ka në borxhe, a dikush kështu, a dikush ashtu prej nevojtarëve, ata e marrin me njëherë si sinjal nga Zoti i gjithësisë që filani qose Allah Azza wa Jall po të thret. Dhe kanë turp që në ditën e gjykimit me ardhë për para durve të Allahut Azza wa Jall dhe Zoti me i thanë, po una nuk ta shoha filanin për më të tërheq vëmendjen se dikush ka nevojë. Pra ka nevojë për ndihmën, ka nevojë për ushqimin, ka nevojë për ujin, ka nevojë për a nuk të mjaftoj që në prezencë tënde është folë që filani është borxhli, është nevojtar, nuk ka shtëpi, nuk ka kështu, nuk ka ashtu, dhe ti çfarë ke prit? Unë ta kam çu sinjalin. Ata frigohen dhe turpnohen që mos të vijë një ditë që Zoti t'i pyes kështu, dhe sa e dëgjojnë këtë vrapojnë për të bërë mirë. Prandaj mënyra më e mirë të dashurit e mi për ta shijuar natën e kadrit, e për ta mbërrit natën e kadrit, e për të naltësuar në gradet e natës së kadrit është me i dhanë besën Allahu subhanahu wa taala, që me e kërku mundësinë e dyerve që hapen drejt bamirësisë. Sepse nëpërmjet tyre nalësohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Doli pejgamberi alayhi salatu wasalam t'ju tregonte sahabëve të tij natën e kadrit. Dhe tek dera e xhamis, 2 prej sahabëve grindeshin me njëri tjetrin. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur hyri në xhami tha, erdhi atu tregoi natën e kadrit, mirë po tek dera po ziheshin 2 persona, mu harrua. Të bajmë shmos që në këto 10 ditë të ngelura, ama pak të muajit të mallnueshëm të Ramazanit, me u zhvesh nga rrobat e çdo lloji angazhimi tjetër të kësaj bote, përveç se me kërkuar azhillekun Allahu subhanahu wa taala.
Ore, le të bëhet kiameti. Le të bëhet kiameti, merru me veten tënde. Në këtë ditë përkushtojo vetes tënde. Nëse ndëgjon se është duke u bë kiameti, thuaj le të bëhet kiameti. E kam u bë një ditë. As nuk e ndolaj unë, as nuk e largoj unë, por kam në dorë diçka që fidanin e dashnisë Allahut, e fidanin e shpëtimit që më nalson drejt Allahut Azza wa Jell dhe pengon të keqen nga ne, unë me e mbjell. Prandaj ngrihuni e të punojmë për të afruar me Zotin tonë, e ta shfrytëzojmë këtë mundësi si një person të cilit i kanë dhënë një sunduk të madh me flori dhe i kanë dhënë në një qese 10 qelsa. Dhe i thonë njëni për këtyre e hapët sundukun. Ai provon të parin, provon të dytin, provon të tretin, provon të katërtin, me njërin për këtyre do ta hap patjetër. Edhe përkushtimi i jonë në këto 10 net të ngelura të Ramazanit, patjetër që me mbarsinë dhe bekimet e Allahut do ta hap sundukun e mirësive të natës së Kadrit për gjithë secilin prej nesh. Allahu na baf nasib, e pranoft adhurimin e këtij muaji të begat nga gjithë secili për jush, na i pastrov zemrat për njëri tjetrin, na i fal gabimet dhe gjunahet në hak të njëri tjetrit dhe të hyjmë në atmosferën e begat të Ramazanit duke u paqtuar me njëri tjetrin, e duke i toleruar njerëzit për hir të Allahut, e duke i shtrenjë dorën kujdo që kemi djathtas dhe majtas për hir të Allahut, sepse Allahu Azza wa Jell i don ato që duan për hir të tij, e jashtë kësaj nuk ka rrugë drejt Allahut. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.